Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim deklaron se vendimi për shfuqizimin e emërtimit të rrugëve në Tetov dhe rikthimi i emrave të periudhës komuniste paraqet një goditje të rëndë për identitetin dhe dinjitetin e shqiptarëve në një komunë ku mbi 70% e banorëve janë shqiptar. Sipas opozitares shqiptare, koalicioni i qeverisë vlen nuk mund të ikë nga përgjegjësia kur prej 5 vitesh e drejtojnë Tetovën. Për BDI është shqetësues fakti se kërkesa për shfuqizimin e vendimit është dorëzuar në gjykatën kushtetuese që në mars të vitit 2025. Kjo sipas tyre ka bërë që Vlen ka pasur më shumë se 1 vit kohë për të reaguar, për të ndërmarrë hapa juridik për të mbrojtur vendimin dhe për të informuar qytetarët. Koalicioni i qeverisë Vlen paralajmëron se me miratimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të statutit të Universitetit Nën Tereza po hapet një kapitull i ri në zhvillimin e universitetit publik në gjuhën shqipe. Sipas saj, me këto ndryshime, universiteti përparon në strukturën e tij akademike në fakultetin juridik, fakultetin ekonomik dhe fakultetin e shkencave humane. Vlen tha se po forcohet dimensioni ndërkombëtar i universitetit duke rritur mundësinë për lëvizshmëri dhe konkurrenshmëri në tregun evropian të punës. Ky vendim forcon kapacitetet institucionale të universitetit, zgjeron ofertën akademike dhe krijon mundësi të reja për studentët shqiptar dhe për të gjithë të rinj që zgjedhin ta ndërtojnë të ardhmen e tyre përmes dijes dhe arsimit cilësor, apelojnë nga Vlen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Unën e çmimet e naftës në Kosovë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit publikoi çmimet e reja të derivateve të naftës, të cilat hyjnë në fuqi nga ora 10. Sipas njoftimit të ministrisë, çmimi maksimal i lejuar për naftën në Kosovë është caktuar €1.43, ndërsa për benzinën €1.35 për litër. Krahasuar me çmimet e një ditë më parë, nafta është ulur me 2 cent për litër, ndërsa benzina me 3 cent për litër. Kosova kërkon mbështetje ndërkombëtare për projekte strategjike infrastrukturore të Republikës. Ministri i Detyrë Infrastrukturës dhe Transportit Dima Albasha në samitin e investimeve në transport me ministrat homolog të vendeve të Ballkanit Perëndimor kërkoi mbështetje për projektet strategjike infrastrukturore. Sipas njoftimit të ministrisë gjatë diskutimit, Basha theksoi rëndësinë e mbështetjes së projekteve me fokus të veçantë në Hekurudh. Përveç ndikimit të drejtë për drejtë në zhvillimin ekonomik të vendit, ato kanë dhe rëndësi strategjike për rajonin dhe vetë Europën. Shqipëria mbyll bordin e transparencës. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministra Adelina Ibrahima njoftoi se shkak për vendimin është bërë ulja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Prej më shumë se 2 javësh, çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni vënë me dije në kontekstin gjeopolitik është arritur një marrëveshje dhe kanali Hormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarburave është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve. Për shkak të shpërbërjes së bordit të transparencës është shfuqizuar dhe zbatimi i nivelit 80% të aksizës mbi 220 lekë për naftën dhe 200 lekë për benzinën. Bordi i transparencës ishte në fuqi nga data 19 mars 2026. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.